Ajo që ka na befasoj neve ishte Benita. Fakti që the se me Elionën mund të jesh edhe mikesh jashta shtëpisë. E pse dini? Ju ka habitur? Pa, një farforme që nga dita 1 apo java e parë, ju nuk jeni pak si rivale, nuk keni qenë në termë shumë të mira njëra me Ti tjetrën. Klodi, mos fol për raportin tonë, se ti ki qaf me Jeni shumë të dashura njëra me tjetrën aty brenda. brenda. Pa marr parasysh që shka rrjedhin natet ose që shka vazhdu loja, po jashtë bigot menoj që edhe di që Eliona është një qikë shumë e mirë, edhe ka zamën të mirë, sikur unë e njejtë, edhe nuk e menoj që kishëm pas me pas në i raport mirë. Unë edhe mbrana të du Eliona. Eliona, qa me ndonë ti? Besom. Jone nuk qërë Benita është një qike mirë, adë nuk pjahje dhe poshtë mirat, po unë nuk mendoj realisht, adë po bëna real në këtë rast, nuk mendoj që ishim bo shoqë që jashtë. Edhe për shkak të gjanave që ka ndodhë këtu mrena, po ju që po du mi kap sene që ka ndodhë këtu mrena dhe jashtë, po është edhe jena shumë tipat ndryshme, kena jetën shumë ndrysh për njëra tjetrës, po nuk është që jashtë kisha mojtë ndo një natë nëse më kishra në herë, apo kupton me najtë me to po normal, po kështu shoqë, ka shti shoqë është një fjallë. Raport mirë, Raport mirë, normal se shoqë. Veç një sen du të them Eliona. Që shumica e banorëve cilët brenda kanë qenë, nështë fyt me fyt, jashtë, janë ende në kontakt dhe janë ndoshta më të afër se sa me tjerë që kanë qenë afër poshtë. Dini, veç një sen e di sigur. Ndashta ko me kune dhe ashtu, nuk e di. Po, Lëndrim. Veç një sen e di sigur që edhe nëse kanë më bo shoqë jashtë, Eliona ndasëm se thirë kur Beniten. Po pse more Lëndrim, jo, o,